الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد Falëndrimi qoftë Allahut Azza wa Jall, salavat dhe selamet unë dërgojmë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij besnik, dhe të gjithë atyreve që e pasuan dhe ndjekin rrugën e tij më të mirë deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar, thot Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an: "Fasalli li rabbika wanhar", që do të thotë dhe ti falu për Zotin tënd dhe therr kurban. Inna shani'aka huwa al-abtar. Dhe dije se ai që të urrejnë ty dhe armiku jot do jetë i forcosur. Pra Allahu subhanahu wa ta'ala po thot në Kur'an falu dhe prej kurban. Prej kurit vëllezër të nderuar daton apo është historia e kurbanit? Nëse studiojmë Kur'ani, librin e Allahut Azza wa Jall, do vrejmë se kurbani ka një histori të lashtë dhe ai fillon qysh me krijimin e njeriu të parë, Ademit alayhi salam, dhe vendosjes së tij në tokë dhe dy evladëve të tij, pra Kabilit dhe Habilit. Allahu subhanahu wa ta'ala thot në Kur'an: "Watlu alayhim naba'a bani Adam bil haqqi idh qarraba qurbana." Thot Muhammed, lexoj atyre ngjarjen e dy bijve të Ademit, pra Kabilit dhe Habilit, kur ata i vendosën kurbanat e tyre për Allahun xhelalu ala. Pra Kabili dhe Habili ishin në sprovë. Dhe sprova që ju kështë ngjaja atyre ishte urdhëruar nëpërmjet Ademit alayhi salam, që kishte urdhëruar Allahu subhanahu wa ta'ala që të vendosin nga një kurban në një kudër. Dhe Kabili ishte bujk dhe kishte vendos kurban prej pemëve dhe përimeve të cilat ishin të kalbura. Kishte vendos për Allahun xhelalu ala. Ndërsa sa i përket Habilit, ai kishte shkuar e kishte marrë dashin më të mirë dhe kishte vendosur kurban për Allahun subhanahu wa ta'ala. Dhe shaj e pranimit kurbanit ka qenë që me ardhur një zjarr nga qielli dhe pastaj kurbanin të cilin e përbin ky zjarr, ati Allahu xhelalu ala ja ka pranuar tek Allahu azza wa jall. Dhe pa dyshim që Allah azza wa jall e pranon për i të mirëve, e pranon për ati që është i sinqert, e pranon për ati që është i pastër. Dhe pasi që i vendosin kurbanat e tyre, dalin në një vend, në një pikë dhe shikojnë se kur po zbret zjarri dhe po e merr kurbanin. Dhe pastaj Allahu xhelalu ala lëshon një zjarr për qiellit dhe e merr kurbanin e Habilit dhe ngjit në qiell. Ky zjarr që lëshon Allahu subhanahu wa ta'ala dhe ishte shaj e pranimit të tij, dhe atëherë kur e pa Kabili se si ju pranu vllavit të tij, si ju pranu atij, tha: "Le aktulennek, unë do të vras ty, do të mbys ty. Pse si ju pranu atina?"
Atëherë Habili tha, innema yataqabbalu Allahu minal muttaqin, pa dyshim që Allahu e pranon kurbanin për atyre që janë të devotshëm dhe i friksohen Allahut dhe janë të pastër në zemrat e tyre. Allah na bëj prej tyre, ya Rabb. Pra qysh nga këto vëllezër të nderuar ka fillu kurbani? Dhe vetë fakti që kurbani ka kalu na për popujt e kalum, jep me kuptu se kjo vepër është afrim të Allahu subhanahu wa taala. Dhe jep me kuptu se ky është një simbol i Islamit. Dhe jep me kuptu se besimtari duhet ta thirr kurbanin për Allahun subhanahu wa taala dhe duhet ta lutë Allahun që Allahu t'ia pranoj kurbanin e tina. Pastaj nëse kalojna në kohë vëllezër të nderuar dhe kalojmë te Ibrahimi alayhi salatu wassalam, do vërim gjithashtu se si Allahu azza wa jalla ka përmend kurbanin. Mirë, po kurbani Ibrahimit dallon pe kurbanit të Habilit. Për arsye se Allahu azza wa jalla na tregon se kurbani Ibrahimit nuk ka qenë dash, nuk ka qenë dele, nuk ka qenë prej baktive, mirë, po ka qenë loçka zemrës së tij, po ka qenë e vladi i tij, ka qenë Ismaili i vogël. Prandaj Allahu xhelalu ala tregon për Ibrahimin alayhi salam, i cili ka thonë Allahu xhelalu ala, qala rabb, qala inni dhahibun ila rabbi, ka thonë me të vërtet Ibrahimi alayhi salam, siç na regjistroi Allahu fjalët e tij në Kur'an, tha unë po shkoj tek Zoti im. Po Ibrahimi alayhi salam tërë atë që kishte të lidhur me Allahun subhanahu wa taala. Dhe ai do të më uzon mua, por pasi që u largu prej Palestinës për të shkuar në Mekën e bekuar. Pastaj Allahu subhanahu wa taala tregon se si Ibrahimi alayhi salam është lut, e ka lutë Allahun azza wa jall me i fal evlat të khairit. Dhe u lut Ibrahimi alayhi salam duke thonë, Rabbi habli min as-salihin, o Zoti im, me fal evlat, me fal fëmijë prej të mirëve, pra me kon salihin për atyre të mirëve në këtë dynja. Dhe Allah azza wa jall thot, fabasharnahu bi ghulamin halim, dhe ne i dham myshë atij, e gëzuam Ibrahimin me një djalë të butë. Pra halim do të thotë i butë, i dhëmshëm, emocionu se kështu më radhë. Pra Allahu azza wa jall ja fali Ismailin alayhi salam. Dhe pa dyshim se cili prind e din se përderisa fëmija ka nevojë për te, atëherë ai zahmeti, ai sikleti, dhe ato vështirësitë e prindit janë më të mëdha me vllazin e tij. Mirë, po vëllezër të nderuar, dëgjoj se çfarë rrefon Allahu azza wa jall në Kur'an thot: "Falamma balagha ma'hu as-sa'i", thot dhe kur fëmija në këtë rast Ismaili alayhi salam e arriti pjekurin, apo arriti u rrit për minimu babës e tij, pa kur u basi i panvarur pak dhe me ndihmu babës dhe s'kish nevojë më për babën e tij, a thonë dietar se kjo është koha më shumë ti kur prindi e dën vladin, atëherë Allahu xhelalu ala ja mundson Ibrahimit alayhi salam me pa ëndër duke thirr kurban. Dhe ëndrat e pejgamberëve si transmetohen nga Ibn Abbasi radiallahu anhuma janë shpallje, po janë hak, ka se shejtani mallkuar nuk ka mundësi me ju diftu në ëndër pejgamberëve. Edhe pasi që e sheket ëndër Ibrahimi a.s. atëherë shkon tek Ismaili, edhe i thot Ismailit a.s. ja benija, ja buneje inni ara fil menami enni adhbehuk, thot o biri im, jam duke të pa në ëndër, ty duke të thirr kurban. Fandhur ma dha tara, prandaj shiko, thot, çka mendon ti? Dhe Ismaili a.s. ishte i edukum në dorën Ibrahimit a.s. nuk ishte i pa dëgjushëm, dhe erdhi përgjigja me njëhershme pa vanuar prej tij, dhe i tha Ibrahimit a.s. ja ebeti fal ma tu'mar, o baba jam, zbato ato që ka urdhërohesh, nuk i tha ato që ka jetë duke po ëndër, mirë po që ka urdhërohesh nga se din të se urdhë vjen pe Allahu subhanahu wa ta'ala.
dhe tha se te gjiduni insha Allahu minë sabirin, dhe nëse dënë Allahu insha Allah dhe me gjesh mua prej durimtarë dhe sabërlive. Thojnë djetarët mos me pas thonë insha Allah s'kish me mujt me bo saber. Mirë po kur ka thonë insha Allah, kjo fjalë shumë e rëndësishme, atëherë Allahu Gjellewala i ka dhonë forcë edhe Ibrahimit a.s. edhe Ismailit a.s. Imaginon e vëllezër të nderuar e vladin tanë që e sheh për çdo ditë duke lu në abar, apo e sheh në shtëpinë tënde ose banesën tënde kështu me radhë. Pra menon sikur të urdhërohesh me therr kurban për Allahun Gjellewala. Si do dridhej zemra juën, si do vjen ai sabra ai durim me marr thiken dhe me prej vladin kurban. Pra Ibrahimi a.s. e ka arrit këtë gradë. Edhe pse e kishte djalin e vetëm, dhe si shtat Ibn Kathir rahimahullah janë pajtu të gjithë komentatorët e Koranit se kur ja ka falë Allahu këtë djalë ka qenë në moshë të shty dhe ka qenë në moshën 86 vjeçare. Pra djalin e vetëm pornohet me thekë kurban për Allahun subhanahu wa taala. Pastaj çfarë ndodhi vëllezër të nderuar? Dhe kur po e merr me përgatit djalin e tij për me thirr kurban, atëherë shejtani mallkuar i cili gjithherë ecën për mos zbatu urdhnin e Allahut dhe për me largu njerëzit për rrugës së Allahut, po i del në prit Ibrahimit a.s. Dhe po i thot që mos e therr djalin tën kurban. Pra s'po do mu qu urdhni e Allahut azza wa jalla në vend. Shejtani po don që Ibrahimi a.s. me kundërshtu Allahun çysh e ka kundërshtuar. Pastaj Ibrahimi a.s. po e gjun me gur, me 7 gur po e gjun shejtanin e mallkuar. Dhe sot e kësaj dite shejtani gjuhën 3 vena. Me ka 7 guralet gjuhët shejtani mallkuar, si në çmim dhe përbuzje ndaj asaj se si është mundu me e largu për urdhnit të Allahut Ibrahimin a.s. Pastaj ka shku te Ismaili a.s. dhe i ka thonë mos e le babën tanë me urdhnin e vet. Dhe pastaj ka marrë guralet dhe Ismaili a.s. me ka gjuhë me gur. Dhe ky është vendi i dytë ku haxhit i gjuhën guralet. Dhe pastaj ka shku tek Hajeri a.s. dhe është mundu edhe tek ajo me ndiku që mos mu urdhni Allahut azza wa jalla në vend. Dhe pastaj edhe Hajeri a.s. me ka gjuhë me gur, shejtanin e mallkuar. Dhe në këto 3 vende sot haxhit e gjuajn shejtanin e mallkuar me gur. Pra si në çmim dhe përbuzje ndaj tina, i cili ka kundërshtuar Allahun xhelalu ala. Pastaj vëllezër të nderuar, e merr Ibrahimi a.s. dhe e dërgon Ismailin a.s. në Mina. Pra Mina është në vend ku dalin haxhit dhe i therrin kurbanat e tyre. Dhe e ban gati për me therr kurban. Dhe gjatë përgatitjes i thot o baba jam, pra i thot djali vogël babës së vet Ibrahimit a.s. Mirë syt, edhe ma kthe ftyrën nga toka, në mënyrë që mos ma shosh ftyrën gjatë therrjes. Edhe thuhet që Ibrahimi a.s. e kishte vetëm një këmish, dhe mos gjakoset këmisha jote, nga se ndoshta do të kujtohet dhe do të paraftirohet aja pamja ime gjatë therrjes sime. A shiko subhanallahu nuk dina muhabit me Ibrahimin a.s. i cili po e therr kurban djalin e tij. A muhabit me sabrin dhe edukatën e Ismailit e vogël, se sa i bindur dhe i nështruar ndaj babës e tij dhe ndaj urdhit të Allahut subhanahu wa taala. Dhe përderisa e ban gati dhe fillon me lejen e Allahut subhanahu wa taala, me thonë bismillah Allahu akbar, për me prej kurban djalin e tij. Atëherë Allahu azza wa jall i ndryshon ligjet e natyrës që i ka vendosur për robërit e tij të dashur. A nuk është Allah ai i cili shkopin e Musait a.s. ja shëndroi në gjarpën dhe ja çojti detin përmidis dhe nxjerri devën e Salit a.s. nga guri dhe pastaj e lindin i deve të vogël. E kështu me radhë. Pastaj Allah azza wa jalla edhe këtu i thej ligjet e natyrës që i ka vendosur që thi ka pret. Mirë po këtu kalonte në qafën dhe në fytyn e Ismailit, mirë po nuk e prente atë. Prandaj i thoshte Ismaili, o baba im, ranaju se nuk je duke ju ranuar. Mirë po megjithatë, përderisa ishin në aktin e therrjes së kurbanit këtë rast të djalit, kur ja Allahu xhelalu ala po e sjell Gjibrilin a.s. dhe po e sjell një dash prej xhenetit. Që dietarët kanë thonë ky dash ka kulluar 40 vjet në xhenet,
Kurse disa dietarë tjerë kanë thonë se ky dash ka qenë ai dashi që ka vendos Habili, e që e ka marrë zjarri dhe e ka qenë në xhenet, dhe pastaj është rrit në xhenet, e pastaj në kohën e Ibrahimit alayhis salam ka ardhur dhe e ka sjell dhe në vend të evladit. Allahu Azza wa Jall me rahmetin e tij ka bëu që mu therr bagetia, mu therr dashje delja, mu therr devja lopa, e mos mu therr evlade, mos mu therr njeriu. Prandaj është rahmeti Allahut subhanahu wa taala. Dhe gjithashtu vëllezër të nderuar, pra shikoni ngjarjen e Ibrahimit alayhis salatu wassalam me Ismailin e vogël, se si Allahu Azza wa Jall na tregon Kur'an, dhe se si e kanë qurnin Allahut Azza wa Jall në vend. Shpesh herë na jemi të gjor, jemi të shkret, miskina jem, tutëm i zbaturën atë Allah, tutëm që ngecëm mrapa, tutëm që na u vështirësohen dyrt me zbatimin e unave të Allahut. Me detajën ngjarjen e Ibrahimit dhe Ismailit, vallahi me zbatimin e urnit të Allahut hapen dyrt. Pra me zbatimin e urnit të Allahut, kur i tha prej djalin kurban, u mshel dera mu prej vladit dhe hap dera mu prej dashi. Prandaj, përderisa Ibrahim a.s. Ismailin ishin në aktin e therrjes së kurbanit, pra në këtë rast Ibrahim a.s. Ismailin duke therrë kurban, që thikan kalan të mirë, po nuk e therrte atë, atëherë vjen Xhibrili a.s. duke kënduar tekbiret Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Dhe Ibrahim a.s. kur e ndëgjon Xhibrilin duke thirrë tekbir, thotë Allah, la ilaha illa Allah, wallahu akbar. Dhe pasaj Ismail a.s. kur e shet dashin, thotë Allahu akbar, walillahil hamd. Pra këtu janë ato tekbire që gënujnë na për Bajram. Dhe këtu kanë mbet mu kënu si shaj madhrimi për Allahun subhanahu wa taala, që e ka zëvendësua kurbanin prej njerit, e ka vendos në bagdeti me rahmetin e tij dhe me mëshirën e tij të madhe. Inna rahmetallahi qaribun alal muhsinin. E pa dyshim që rahmeti Allahut është afër të mirëve, është afër atyre që i zbatojnë unat e Allahut azza wa jall. Pastaj e lam ngjarjen e Ibrahimit alayhis salam dhe kalojnë tek pejgamberi joni fundit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, që transmetohet në Sahih Buhari dhe Muslim, dy librat më të vërteta pas Kur'anit, se pejgamberi alayhis salam i ka thirr kurban dy desh të bardhë me brina dhe ka thonë bismillah, Allahu Ekber. Pra është sunet i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe pejgamberi alayhis salam ju ka thonë sahabëve dahu, ka thonë dherni kurban, dhe ngjall në sunetin e babës së juve Ibrahimit alayhis salam. Dhe gjithashtu transmeton Tirmidhiu dhe Ibn Majah nga Aisha radhiyallahu anha, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë nuk ka vepër më të mirë dhe më të dashur në ditën e kurbanit tek Allahu se sa therrja e kurbanit, se sa derdhja e gjakut të kurbanit, dhe ai kurbanit thot me brirët e tij dhe me kimet e tij dhe thundrat e tij ka marrë në ditën e gjykimit, dhe para se me ron gjakun e tokë arrin tek Allahu subhanahu wa taala. Prandaj kjo është sa i përket kurbanit, se si Allah azza wa jalla ka përmend Kur'an, dhe se si Allah azza wa jalla ka përmend me Ibrahimin dhe Ismailin, dhe se si pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thirr kurban, dhe e kanë nxitur umetin e tij që të thirrin kurbana dhe të afrohen tek Allahu subhanahu wa taala, nga se kurbani është afrim tek Allahu xhalla wa ala. Allahu na pranoj kurbanat, dhe Allahu na mëson me qurnat e Allahut në vend si duhet. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Thot Allahu jalla wa ala në Kur'an, wa man yu'azzim sha'air Allahi fa innaha min taqwa al-qulub. E kush do që i madhron dispozitat e Allahut, patyshim që kjo është prej zemrave të devotshme dhe zemrat e pastërta. Allahu na pastron zemrat tona. Gjithashtu thot Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an, fa ma bi ni'mati rabbika fahaddith. Dhe sa i përket begative që Zoti i ka dhënë, mirësitë që Zoti i ka dhënë këtë dynjë, atëherë ti tregoj ato,
pra falendra Allahun dhe qaj në vend si duhet dhe mos i ba me katë Allahut azza wa jall me tu e kështu me radhë. Pra gjitha të mira që Allahu na i dhan në këtë tokë, ta falendrojmë Allahun azza wa jall dhe të jemi mirë njerëz dhe të përdorëm ato ku Allahu subhanahu wa taala don të është i kënaqur. Dhe gjithashtu vëllezër të nderuar, kur jemi te kurbani, pra është ngjallja e sunetit të babait të pejgamberëve Ibrahimit alayhi salam, nga i cili rrjedh dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe të njëjtën kohë është falëndrim dhe Allahu subhanahu wa taala, i cili nuk e la më thirr kurban evladi, mirë po e vendosi kurbanin nga bagëtit, nga ato që i kullosëm, nga ato që i shfrytëzojnë për ngrënien e tyre kështu me radhë. Prandaj falëndrimi qoftë Allahut azza wa jall, i cili nuk e ka bërë këtë fe të rënd, e ka bërë këtë fe të lehtë, e ka bërë këtë fe të arsyes, e ka bërë këtë fe të mirë, e ka bërë këtë fe që dallon për gjitha feve tjera. Mjafton që kjo është feja Allahu xhelalu ala, është fe që Allahu azza wa jall ka zbritur dhe nuk e ka autor njeriu siç i kanë edhe fe tjera. Prandaj lutem Allahun azza wa jall që në këto ditë ta madhrojmë Allahun azza wa jall si duhet, me tekbire, me kurbana dhe me vepra të mira, dhe e lutem Allahun azza wa jall që Allahu të na pranon dhe Allahu të është i kënaqur me neve dhe juve. Dhe lutem Allahun azza wa jall që kjo festë fitr kurban bajramit që po vjen të jetë gëzim dhe fitore për muslimanët. Dhe lutem Allahun azza wa jall që Allahu t'ju ndihmon muslimanëve kudo që janë. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum. يقول الله جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.